luftës, në familjen Cakrani, kishte nisur presioni i regjimit të ri. Ndër dënimet e para kapitale që regjimi do t'jepte ishte ai me vdekje i Bektash Bejt Cakranit, edhe pse ai e kishte shkrirë gjithë jetën e tij për atë që në moshë krit të njom, komunistët e konsideronin kriminal. Ishte data 27 korrik 1945. Gjyqi politik me trupë gjykues që kryesoi nga Qemal Klosi me 4 klasë shkollë vendosë dënimin me vdekje të Bektash Bejt Cakranit, një prej patriotëve më të kulluar të Shqipërisë. Në gjyq, ai do të linte një testament historik adhetar, ndërsa do të deklaronte që nga mosha e njom e deri tek fëmijët e bardha, çdo gjë të mendjes së dhe shpirtit ja kam kushtuar mbrojtjes së vendit tim nga armiqt. Këtë ua kemi lënë edhe pasardhësve patriot. Motoja ime ka qenë çdo gjë për atë dhe atë mbi të gjitha. Në 1945 është përshkatuar në moshën 75 vjeçare